drejtësinë. Romir, sot një lajm ka kaluar disi jashtë vëmendjes, fakti që Marco Rubio ka vendosur kufizime vizash për 75 individ që kanë lidhje apo janë bashkëpunëtor, familjar të ngushtë të personave të lidhur me kartelin Sinaloa. Çdo vendimarrje e Shtetet Bashkuara të Amerikës për marrëdhëniet me kartelet meksikane apo me Sinaloan ka një interes të shtuar për Shqipërinë për shkak të atyre lidhjeve dhe zhvillimeve që kanë ndodhur në të shkuarën. Ka pasur shqiptar të angazhuar dhe të akuzuar, të sankcionuar nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës se pastronin paratë e kartelit Sinaloa. Ka qenë luftar hysa, i sankcionuar tashmë nga familjarisht, i sankcionuar nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, i cili është pritur në zyrë nga kryeministri i vendit, i cili është faqur në mediat shqiptare, në opinionin shqiptar si një biznesmen i suksesshëm, ndërkohë që nga matan oqeanit na vinin informacione që hetohej dhe akuzohej për pastrimin e parave të organizatave kriminale. Po ta vësh re, faqen e ambasadës shqiptare në Shqipëri ka një Ambasadës amerikane në Shqipëri. Ambasadën amerikane në Shqipëri, po, ka në njoftimet që ajo publikon dhe në apelin që ajo bën, është shumë më ndryshme nga aktiviteti që kanë ambasadat e tjera amerikane në vendet e rajonit, në Ballkan apo edhe më gjerë. Në 90% të njoftimeve të ambasadës së Shteteve të Bashkuara lidhen konkretisht me apelin edhe me qëndrimin për luftën kundër krimit të organizuar, trafikut ndërkombëtar të drogës dhe pastrimit të parave. Dhe pse ndodh që ambasada e Shtetit të Bashkuara në Shqipëri ka një aktivitet kaq të shtuar me këtë retorik dhe nuk është në vendet e tjera të rajonit, kjo për shkak të aktivitetit kriminal që ndodh në Shqipëri të pastrimit të parave. Është fakt që organizatat kriminale shqiptare janë sot nga ndër aktorët më të rëndësishëm të trafikut të kokainës nga Amerika Latine drejt vendeve europiane. Dhe ajo çfarë është shqetësim për Shqipërinë, e cila sipas raportit të Dash, sipas raporteve të agjencive të tjera inteligjente, këto organizata kriminale janë kaq të fuqishme për shkak të bazave të sigurta në Shqipëri, sepse financat e tyre sillen në Shqipëri, depozitohen dhe më pas kthehen në vendet e tjera europiane si para të ose lishme. hidhen në ndërtim. Dhe ka një kull që ka një 2 vjet që ka mbetur pa ndërtuar, atje tek ish ekspozita, ka mbetur pezull, sepse njerëzit që Shiko, dhe përsa i përket këtyre kullave, sepse në Tiranë mos gaboj... Pse nuk i heton spaku këto? Nuk i shef spaku këto. Nuk duken. Nuk i shef. Është shumë e thjeshtë. Falë, kush janë sot bizneset më suksesshme të kullave në Shqipëri? Kush është historiku i tyre në fushën e ndërtimit? 90% e investitorëve dhe biznesmenëve të ndërtimit, që kanë qenë deri para 10 vitesh të suksesshëm, sot janë o në role minore, ose kanë falimentuar dhe kanë mbyllur bizneset. Tyti janë dhënë leje për kulla, të individëve pas një lloj historiku në sektorin e ndërtimit, pas një lloj historiku në biznes. Ka qenë një nga rastet që e kemi denoncuar në televizionin tonë në Syri TV, një ish punonjës i një prej ndërmarrjeve të bashkisë, i cili sot është një nga investitorët më të suksesshëm në Tiranë. Ka leje për ndërtim kullash nga AZT-ja, nga kryeministri, firmosur nga kryeministri, ka biznes taksish, që është sot biznesi më i suksesshëm në Shqipëri për pastrimin e parave, kishte futur deri në shërbime për këto, për ushqime, për kafshët. Po prapë që janë biznese për pastrimin e parave. Jo vetëm në